Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. Me qenë se është muaj mars, me qenë se beteja e Prekazit e ka mahnitur krejt botën dhe të gjithë kanë thonë se Adem Jashari me familjen e tij janë motori i lirisë të Kosovës, pikërisht në jubilej të këtij marsi heroik të Prekazit, që ndodhi me datën 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1988, unë sonte kam ftuar një musafir të veçantë që ka qenë shok dhe bashkëpunëtor i komandantit Adem Jashari. Ai është për momentin deputet i Parlamentit Kosovës, për ndryshe është edhe vllai i heroit ton kombëtar Fehmi Lladrovçit. Ramiz Lladrovçi, mirë se keni ardhur. Është kënaqësi që ju kemi në studio dhe do flasim ndoshta për herë të parë për veprimtarinë e juaj, për ngjarjen e Prekazit dhe më intereson kur ka qenë kyçja jote për herë të parë, qoftë në jetën ilegale, qoftë edhe drejt për drejt me komandantin Adem Jashari. Po, kyçja jam në jetën ilegale, me lajem dihet se unë qysh për vitit 1989 me rastin e ngjarjeve të pranverës të prillit 81-s ku kemi qenë bashkë në gjimnazin e Drenasit, edhe unë pej atëherë kam qenë i kyçur në rrjedhat ilegale dhe kam qenë i pej antarëve të ilegales të kohës. Dërsa me Adem Jasharin, komandantin legjendar të ushtrisë kombëtare të Kosovës, jam njoftë dikon në vitet 87 përmes mikut tim Jakub Nura nga Prelovci. Mirë, në qoftë se do të kalojmë pak në fillimin e viteve 90-ta. A fillun atëherë me shku grupet e para që përgatiteshin për celulat e para të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës? Çka mundesh me thonë për ushtrimet e para ushtarake që janë majtë në Shqipëri? Ti çka din personalisht? Ne fillum me u mobilizu në vitet 90-ta, me u mobilizu për një luftë frontale, sepse përpara na kena menu me u çliru me luftën guerile, por aja luftë guerile nuk i ka shku Kosovës dhe na kemi fillu me mendu për luftë frontale. Dhe kemi fillu me u organizu edhe kërkesa për ushtrime në Shqipëri, ka qenë një kërkesë legjitime ku komandanti legjendar Adem Jashari bashkë me disa bashkë luftarë tina të Prekazit dhe rajonit Maxhan kanë qenë në Shqipëni. Unë nuk kam qenë për veti me ushtru, por ata kanë qenë me ushtru në Shqipëri në vitet 90-ta. Në vitet 90-ta bëhet lirimi shumë burgosëre politik në atë kohë. Fehmia me cilën datë lirohet nga burgo? Fehmia lirohet me 21 ose 22 qershor 90-s, nuk jam shumë i saktë. Në atë kohë unë kam qenë në demonstratën e majtë 90-s në Gjenevë, kam qenë përfaqësuesi vetëm i organizatës mrena vendit, ka qenë një demonstrat 2 javore, pas asaj kam qenë në një ngjarje të Mixhenit në Lublin dhe po atë ditë e kam marrë vesh nga zoti Pajaziti dhe erdhi në Lublin dhe mori pjesë në atë manifestim dhe njoftoi se të gjithë burgosurit politik në Kroaci janë liru si rezultat i një amnestie që ka bërë presidenti i atëhershëm i Kroacisë, zoti Tuđman. Okej, po më intereson Fehmiu e ka pas bindje absolute që vetëm përmes luftës shqiptarët mund të arrijnë deri te çlirimi i tyre. A ka pas ndikim të ju brenda pastaj edhe organizimi i shqiptarëve në Kroaci që një rol të jashtëzakonshëm ka luajtur në drejtim Fehmiu dhe Xheva? Po, kur u bë sulmi i 30 dhjetorit 90-s në familjen e Adem Jasharit, Fehmiu ka qenë në Zagreb dhe Fehmiu në fakt ka qenë në Gospić bashkë me nusin e tij dhe me shumë bashkëluftëtarë, dhe kur kanë një për ngjarjen, ata kanë qenë në luftën
e Kroacisë, në anën e kroatëve duke luftu kundër një pushtuesit të njëjtë, pushtuesit përbashkët që kemi pas Serbinë, dhe kanë bë organizim që me arë përmes Bosnës, me arë në Kosovë, me gjithë armatimin që e kanë pas me veti. Sulmi parë që është bon në Prekaz, se nuk është full shumë për këtë rast, kur ndodhe, cili ka qenë ndërlidhja jote me në sulmin e parë në Prekaz? Sulmi i parë në Prekaz, kur u bë, unë informacionin e parë e kom marrë nga Elmi Zeka, i cili erdhë në Drenas, në mëngjes heret, më njoftoi që në Prekaz ka fillu një sulm i armatosur një policisë dhe ushtrisë serbe, kur në një familje që ajo deri në atë kohë nuk e dinte. Unë më njëherë e kuptova se ajo mund të jetë familja e Adem Jasharit, edhe unë mobilizova bashkë me Shaban Shalen, e kontaktu me njëherë Jakub Krasnicin, edhe në shkollë, në gjimnaz shkova e takova dhe i tregova që janë disa shokë të mitë, shokë tonë, që po luftojnë në Prekaz, edhe ai më tha me shku me e thirë Gani Sylen edhe Azem Sylen, të dy t'i mora në Kizharek, në një lagje ku mësonin shkolla shtëpi në atë kohë të lagja Bereshve, dhe bashkë me Ganiun erdhëm deri në Drenaz, ndërsa Azemin e zbritëm në Komoran, i cili u dashke me shku në Prishtinë, me njoftu edhe misë e shokë tonë tjerë se po bëhet një rezistencë në Prekaz. Në Drenas u organizuam, u morëm vesh për të krejtë si me vepru, e lam Gani Sylen, Shaban Shalen edhe shumë bashkë mendimtarë, bashkëveprimtarë thonë që ta organizojnë popullsinë, sepse popullsia filloi të vetë organizohet dhe për mos me lënë në një amolli, ne vendosëm që ti koordinojmë edhe ti organizojmë njerëzit. Ndërsa unë bashkë me Jakub Krasnicin, me Elmi Zeken edhe me gazetarin Zeq Bekolli, jam mësym drejt Prekazit, ku edhe ju e dini tani mo janë vetëm fotat e gazetarit Zeq Bekolli, cilat tregojnë se vetëm para shtëpisë Ademit kanë qenë nën autoblinda. Mos flasum rreth shtëpisë, por vetëm në një foto janë zonë, me objektivin e aparatit tina i kemi nën autoblinda të fokusume përballë shtëpisë Ademit. Deri në çfarë distancë arrit mu ofru afër shtëpisë? Na jemi ofru afër shtëpisë bashkë me Jakubin edhe me Zesin e me Elmin. Mendoj si dikun 150 metra mund t'jenë, domethënë përballë shtëpive tyne është një lumë, një prosk dhe në atë anën ka pas Ademi bunkerin, në atë pjesë jemi zbrit edhe jemi konë bukur të rrezikum, sepse Ademi e morën vesh që e kishë thy frontin, domethënë, dhe unë mora kontakt edhe lam takimin me u taku në odën e Gani Koçit. Për pos autoblinda, ka përdorë në atë kohë policia ose ushtria serbe, helikopter, diçka tjetër? Po, ka pas helikopter, unë thash kur thëmë që jemi konë rrezikum pikërisht pej helikopterit i cili ka shtia dhe ndrejtim tonë. Ngjarja, do me thonë, lufta e parë në Prekaz, që është bon, a ka pas një vullnet dhe një mobilizim të tërësishëm të popullatës në Kosovë me ardhë ndihma Adem Jasharit dhe familjes tij? Lejmë moj me thonë, jëmë dëshmitar i gjallë e asaj që kom pa shumë njerë që kanë ardhë nga Vushtria, nga Mitrovica, nga Skenderaj, nga Drenasi, edhe me armë gjata, edhe me armë shkurta, po moj me thonë që kom pa edhe me tërfuqi që kanë ardhë me ndihmu familjes Jasharit. Në bised me Bacin Rifat, thot që kanë ardhur ambulantat, flitet që ka pas një polic të vrarë me disa të plagosur. Prej shqiptarëve është plagos dikush atë ditë? Unë më men, Ademi thët, jëm taku në 3-4 metra me polic serb, kur ka dosh me bë tërheqjen, sepse ajo është tërheq, po thuj se Imrami, mas Bacitrive dhe mas Hamzës. Dy polic kanë gjunë mu, unë kam gjunë ta, dy t'i ku mërdzu, të musë më ka prej ka s'ni plëm. Por, thash që ka pos, përveç autoblindave, ka pos edhe shumë, edhe helikopter, ku na kanë gjuë dhe neve, ka pos plagosën nga helikopter, e kena pos për shembull
migja i komandantit Suleiman Selimi ka qenë i plagosur nga helikopteri Vesel Selimi, për shembull. Është interesant plagosja e tij, pastaj edhe tërhiqja e tij e mavënshme. Ju thatë që keni lënë me u taku në shtëpinë e Ganikocit. Kur u takut në Polac, pastaj çfarë bisedut, çfarë vendimi marrë? Unë përmes njerëzve të mi mora kontakt sepse Ademi ishte me bacenërive dhe me Honxën ishin të hiq dhe ishin në një mal aty afer dhe unë i qoha mesazh që po takohem në odën e Ganikocit. Aty u takum, shkum bashkë me Jakupin, me Zeqin edhe me Elmin, edhe aty kishin ardhur shumë njerëz, kishte njerëz nga ma të ndryshme, tashti na e dim që kishin ardhur shumë njerëz vullnet mirë minimu, po dyshonim që mund të ketë edhe njerëz që të infiltrum të udhbes, prandaj masi unë njoftova Ademin me Jakupin se për herë të parë njiheshin aty edhe pse Ademi Ilaz Kodra, Fadil Kodra e shok tjerë e njihnin edhe më herët, Basin Jakup se kanë pas edhe mësues tyne, profesor tyne, po me Ademin fizikisht nuk ishin njoft asnjëherë, masi njoftum unë kërkova që Ademi bashkë me Jakupin me dalë në një dhomë tjetër, me bisedu ma intimisht edhe me vendosë çka po bojmë. Edhe ata kanë dalë në dhomën e Ganikocit, edhe kanë bisedu, edhe është vendosë me rezistu, edhe ashtu jemi marrë vesh, me thonë, a ditë derisa na jemi kthy për Drenas me Jakupin. Është vendosë që në ora 6 me i sulmu gjitha njësit e policisë dhe ushtrisë serbe kudo ku janë në Drenicë. Jo vetëm në Prekaz, jo vetëm në Skenderaj, po edhe në Drenas e kudo qoftë tjetër. Sigurisht, ata kanë pas informatorët mesin e tyne, edhe kanë pas që do t'i sulmojmë, me të thonë me lajm që në ora 5 gjitha forcat serbe, ushtarako policore, janë tërhiqë nga Prekaz, janë tërhiqë nga Skenderaj dhe nga Drenica. As numri i rregull gjithmonë që ka qenë në stacionin e policisë, informacionet i kemi që ka nejtë vetëm 2 serbë dhe 1 shqiptar, ose e kundërta 2 shqiptarë dhe 1 serb stacionin e policisë në Skenderaj, sepse kanë pas një frikë që do t'i sulmojmë dhe do t'ju bëjmë dome dhe ata që në kontë pregaditur për një gjatë tillë. Menojën. Ramez, a ka qenë që kë rasti kur e kanë arrestu pastaj djalin e Adem Jasharit Lulin, policia po ma vonë? Jo, ka qenë ky rasti kur e kanë arrestu Lulin edhe e kanë... Për me i bo presion në Ademit, ha? Jo, ky rasti ka qenë, ajo është rasti i dytë për me i bo presion, po edhe atë ditë e kanë arrestu Luli, ka pas 13 vjetë, 14 vjetë, kur e kanë arrestu bashkë me gjyshin e tij, dhe me thonë... Me Bacin Shaban? Me Bacin Shaban, i kanë arrestu. E herën e dytë e kanë arrestu pastaj prap? Herën e dytë... Me bo presion me... Po, herën e dytë, unë nuk jem konë Kosovë, por e di, dhe me thonë, rastin, sepse Lulin pothuajse një farë mënyre, mas daljes të Ademit në legalitet dhe Lulit, largimit Lulit, gati që jem konë një farë, mas bacitrive, familjes ti jem konë kujdestari me thoni treti që jem kujdes për Lulin edhe di në gjarën. Pos raporte shumë të afërta. Pastaj komandanti zbashku me Hamzën edhe me Bacinërif, me so kam unë informacion, kanë shku në Obri, te familja Elmizek, sa është kështu? Dhe thamë na, është vendos në takimin mes Jakupit edhe Ademit, është vendosin mramje me i sulmu gjitha pozicionet e policore ushtarake të Serbisë në Drenicë, do më thonë ora 6. Na jemi tërhiq me Jakupin, jemi kthy në Drenas për t'i njoftu për situatën. Elmizeka ka nejt në Skenderaj, ka nejt në Polac, bashkë me Ademin, bashkë me Hamzën, me Bacinërif edhe me njerëz tjerë, ndërsa one me Zeqin e me Jakupin jam kthy në Drenas. I kemi njoftu Ganine, Shaban Shalin e këta,
edhe me Gani Sylen. E me Idris Hyseni në një më këthi prapë në Polac. Jemi taku atë natë, edhe kena prit për me fillu me i sulmu njësit ushtarako policore serbe në ora 6 jemi mobilizu, jemi organizu. Po me që ata në 5 ora jenë tërhjek, atëherë Gani Syla u morë vesh bashkë me Ademin që me që ata u tërhëqin, po tërhiqime edhe ne. Dhe si që jenë morë vesh edhe ma heret, Ilmi Zeka me Jakupin e me Ademin, po edhe na që ishëm aty, vendosim që ata me shku natën e parë në Obri, sepse ishte shtirë me për cilë drejtën në Grafs, dhe në natën e 2, dhe me thonë, me 31 dhjetor, 90-ën me shku në Grafs, me shpërnda këta shokë që veç ishin rani legalitet, si me thonë, me vendost në shtëpinë e Jakub Krasniqit edhe të Shaban Shalis. Atë natë e kemi prit vitin e ri bashk dhe i kemi nda në 2 kulla në 2 shtëpite. Shumë njerëz që kanë qenë akter kryesor të ngjarjeve që kanë ndodhur, qoftë aksione ndryshme, të organizimit demonstratave, të protestave ndryshme, ose kanë bërë për shkak të modestisë, në të shumtën e rasteve ata nuk kanë ful drejt për drejt, njerëzit tjerë kanë ful edhe kanë morë mbi vete ato ngjarje, ose janë frigu prej unë mikut edhe Euleksit. Këtë pyetje kanë bërë Rifat Jasharit për ngjarjen për cilën ju folët, sepse Rifat Jashari ka qenë aty edhe ai ka gjuhë, ka pas policë plagosur. Pyetja ime është kjo. Është fol shumë për një aksion që është kry kundër forcave policore në Drenas në vitet 90 të Hekurula. Për çka është fjala? Milajem, jo se na kemë frikë për Euleksit apo për kujdo qoftë, sepse lufta jonë ka qenë luftë e drejtë dhe luftë çlirimtare. Akcioni i parë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk është akcioni të Hekurula në Drenas, po ka akcione edhe tjera më përpara, si aksionin në Skënderaj, pastaj akcioni në Drenas stacionin e autobusave ku ka qenë me 30 shtator 92-ën, pastaj është akcioni në Hekurull me 22 maj 93-ën e kështu me radhë. E 94-ën a ka ndodhur edhe një aksion, një gjujtje ku është plagos një punëtor i lartë i sigurimit të shtetit, Lutfi Ajazi? 94-ën Milajem nuk kam qenë në Kosovë dhe nuk i di. A e din kush ka marrë pjesë në atë aksion? A nuk e di apo s'don me Se di. Në cilat prej këtyre aksioneve ke marrë pjesë? Milajem, Që i përmene? nuk i kam për modestis, po nuk është e thone me thonë se në cilat aksione. Na kemi qenë A kanë qenë të koordinume me grupin e juj me Adem Jasharin? gjitha aksionet që në bona atë kohë, në Drenicë, në Kosovë, kanë qenë të koordinume me komandantin legjendar Adem Jashari. Okay. Tani po vim të një moment shumë interesant. Njeriu para se me morë vendimin me lëshu vendin e vetë, është një moment shumë i rëndë. Është moment i rëndë shpirtëror, moment i rëndë fizik. Ju personalisht, pse morët vendim me u largu prej Kosovës në Gjermani dhe kur e morët këtë vendim? Milajem, une jem arrestu në vitet 90-a, po flasë, jo para të 90-a, sepse kam qenë edhe para të 90-a disa herë i arrestum, po në vitet 90-a ka qenë një demonstrat të 31 janarit 91-ës, kur në Drenas, ku e ku më thejson dhe shok tjerë, dhe aty janë vratë 3 bashkë veprimtarë tonë edhe janë plagos mbi 28 veta. Me 22 shkurt kanë dalë policia në Drenas me më arrestu mua, shoqen time, ka qenë bashkë me mua dhe i merë Ladrosi edhe 2 nipa tonë, kanë qenë Mohamed Dervishi, i cili tani është mo dëshmor i kombit, i cili është vranë kufi bashkë me mu i Krasniqin dhe bashkëlutarë tjerë, dhe ka qenë një nip tjetër i cili është sot i lirë, dhe kanë dalë me në arrestu policia. Ne e kishim diktu se po dojnë me në arrestu, unë damë në 2 grupe. Ata shkun drejt të shoqja ime, të gruja ime, tani më Shemsie i Stogu Ladrosi, për të arrestu,
dhe unë isha pjesa e dytë dhe unë nxora armën edhe shtina në ajër edhe i dërzova polist kanë qenë shqiptar, nuk jem konë i mendimit s'kum vra asnjëherë shqiptar, prandaj edhe i kum detyru ata me u tërhiq edhe na kanë thirrë edhe këta që ishin me ne armët, por i vetmi kum shti unë në ajër edhe policia në tërhiq edhe na jemi tërhiq edhe kemi ra një legalitet. Në atë kohë kum nejtë një kohë ilegal edhe kum vepru ilegalisht në legalitet thellë. Me rastin e lirimit policisë kosovare nga detyra, në atë kohë unë kom shprehu që informacionet për mu janë matë mangëta, matë pakta dhe kom dalë ma lirshëm. Me 6 shkurt, 92-ës më kanë arrestu në Lezhan, ku isha duke shku për Macedoni, bashkë me një kusheritimin edhe një njeptimin, edhe më kanë mojt për 3 muaj e gjysmë, më kanë mojt dhe me 14 maj 92-ës, ku më kanë pas jashtëzakonisht maltretime fizike, dhe gjithë e din që i kom pas dhe 3 operacione nga ato tortura. Këto tortura kryesisht mi kanë bo shqiptarët, punënës udhbes që ishin nga komuniteti shqiptar. A të kujtohet na Jemen? Po nuk ka rëndësi, unë më i me thonë me lejem... A do me t'i kallëzu emna ata mu që më kanë torturë? Unë nuk mirë na me emna, koncepti janë. Koncepti, më mirë me thonë, i komandantit Adem Jashari dhe Joni për shlirimin e Kosovës ka fitu. Prandaj na nuk thejom me u marë me ata që djena kanë maltretu, djena kanë torturu, djena kanë burgos, djena kanë vra. Sepse na kena luftu për një koncept, kena luftu për shlirimin e Kosovës, prandaj nuk miru me ta. Por, kur ata bohen ma patriot se na atash, ne ja thëmë venin, thëmë rëni atje ku jeni, sepse dje kini qenë dikun tjetër, sot jeni dikun tjetër. Prandaj nuk jemi marrë dhe nuk miremi. As me emë, as me njerës. Edhe në pyetje s'mu përgjigje, kur vendosëm me shku në Gjermani? Kështu e spjegu, do me thonë kjo, 92-ën unë isha liru me kusht, sepse akuzosha për sulm ndaj policisë serbe dhe për organizim demonstratave. Unë edhe sot më imi falenderu të 2 policë shqiptarë, cilët nuk kanë pranu në atë kohë me armë, mu bo dëshmitarë se kanë qenë sulmu nga unë, edhe falenderoj edhe kryqin e Koq Ceneves, i cili mrena një mujtë më ka vizitu 2 herë për shkak torturave që i kom pas, dhe jam shu në mbrojtjen liri. Në mbrojtjen liri, unë 93-ën me 2 korrek, mu më ka arë ftesa me shku në gjyq, me majtë gjyqin. Dhe unë jem konsultu me shokët e mi, jem konsultu me Adrimin, me Jakub Nurën dhe shokët tjerë, dhe më kanë thonë tërheqo, ik largoh për Kosovës, dërsa me 2 gusht, një muj mrapa, ka pas arrestime në Kosovë, si që dini ju jenë arrestu njerës të Lëkyqykys, mas njerësve të Lëkyqykys, ka pas arrestime tjera ku jenë armëm arrestua dhe mu Ashim Thaqin, Azem Sylin, Kadri Veselin, Ramadan Avdin, Halil Selimin e shumë, udhëhes të kohës të organizatës të kohës atëherë, edhe na të gjithë jemi largu të ma, jemi dalë jashtë venit, por gjithmonë me në koordinim edhe me marrëveshje me Adem Jasharin dhe shokë tjerë. Mirë, kjo dalja juve jashtë, në ato komunikimet që keni pas të afërta me komandantin legjendar, për një pjesë nuk ka qenë dakord ai që të largoheshin, ashtu kështu apo jo? Për një pjesë shokëve ki fjallën, nuk e di me thonë drejten, nuk muj me thonë në saktësi, por për mu tash unë zakonisht nuk kom qef me folë për njerëzit që nuk janë mo njët, se qëfar menimi ka po dhe që ka thonë për mu, po sot është Jakub Nura gjallë dhe a i mundet me e ditë saksisht që unë një më konë i lirun me dalë jashtë. Për kunder vullnetit tem, unë ju më konë
i vendosën në Tiranë, ndërsa Xhavet Haliti dhe shok tjerë më kanë detyru me dalë jashtë vendit, se më kanë detyru me dalë jashtë vendit sepse ka nevojë me kanë dikush sikur unë në Gjermani dhe me bo organizim edhe atje, se edhe atje mund të organizohen. Rregull. Para se me ardhë të betejë e Rezallës të re, dëshiroj me të pyet për një detaj shumë interesant. Ju në vitin 97, me sa unë kam informacion, ti zbashku me Femir Ladrovcin, me Gjev Krasniqin Ladrovcin, me Ramush Haradinin, më spjego, keni qenë një grup që keni tentu me u fut në Kosovë? Po me lejmë, na në vazhdimësi kena pas kontakte me komandantin, nuk i kena shkput kontaktet asnjëherë. Pas vrasjes, Saher Pajazidit, Edmund Hoxhës edhe Akif Zejnullahut dhe arrestimit Naitit edhe tjerëve, është një nevoja me u kthy në Kosovë. Dhe një kërkesë tillë për me u kthy në Kosovë e ka bë vetë komandanti Adem Jashari. Dhe na kena pas një problem madh sepse na dojshëm me u kthy në rrugë organizative, jo me u kthy në rrugë bashkëbuzukse, me u kthy vetë. Edhe kemi pas disa ferkime, disa probleme, por ma në fund kemi arritë si me u kthy me 97-ën, në mojnë 97-ës, dhe kemi ranë pritë si që dijet, kemi qenë 10 vetë, vetë 10 dhe me honë kom qenë, 5 për ty nësët janë herojtë Kosovës, ndërsa 5 tjerë, 4 për ty në janë të plagosën. Në një mënyrë apo Me thuj emrat për hir të opinionit, për hir të brezave të ri që nuk i din këtë ngjarje. Na kemi qenë, Rmushi ka qenë bashkë me Loanin, Rafet Rama ka qenë bashkë me Glaniun, migjën e vetë, Ilaz Kodra, Abedin Rexha, Feja Gjeva, Selim Krasniqi dhe onë kemi qenë. Tani më duket që është mbajt një farlloj sekreti se Fehmia edhe juve s'ju ka tregu që është plagos, ka qenë edhe Fehmivi plagusun në përleshje që keni pas me forcat serbe. Më spjego pak tani këtu vritet Luani adet? Po me lejmë, Luani vra jo ma largë se 6 metra për me. Edhe ti ke qenë i plagosur adet? Jo, unë s'kum qenë i plagosur adet. Ajo vra 6 metra largë prej meje, Luani ka qenë një luftar shumë i fort, shumë i zoti dhe nuk ka ditë çka është plumi. Luanin, kur kemi hinë në Kosovë, Luani ka qenë një pari, por kur ka kërku Ramushi mu kthy mas, unë edhe Luani kemi mri me u kthy të parë, dhe me hanë mu tërhjek të parë, edhe në mbrojtje të shokëve, sepse na jena konë sulmun prej 3 pikave të zjarrit të ushtrisë serbe. Në mbrojtje të tyne, Luani lufton të në kam dhe një plëm snajperke e ka vra Luani, 6 metra largë për me e ka qenë. Qysh ka qenë tërheqja, sepse kur kam bisedu me Ramush Haradinin, fill mas luftës që kam pas një emision, ka tregu që me orët tana e ka bardë trupin e Luanit vdekur në Kurrez? Po, me lejmë na të hyrje, mu i me thonë që nuk kena qenë mirë të furnizum me municion. Me thonë që i kena pos ka 20 fishek, edhe ka 20 që i ka pos Ramushin e i ka thonë 2, është me 40 fishek kemi luftu dhe me thonë, për mi 40 minuta në një fush, krejt hapun pa asni, krejt hapun dhe me hojë, pa mbulum ka qenë, aty është plagos i pari Rafeti. Dhe unë i këm shku Rafetit në ndim, pastaj i ka shku Ramushi, sepse unë u dash më të rhi, i këm ha Rafetit rrik këtë, se ishte mramja, vinte tu të rru edhe nuk të lamë. Ka shku Ramushi, është plagos, të Rafeti, ka shku Feja, është plagos të Rafeti, sepse atë drejtim zjarri e godite një mitralaz i ushtrisë serbe, ishte pozicion që e godite,
Dhe ma vëndë, ma si u vra Loni, e kemi të rjek Lonin bashkë me Ramushin, une jum nisë për Rafeti veç ka shti me armë në tërhekje sipër 2 herë dhe une i kum shku shpejt e kemi nxjerrë Rafetin. Është e vërtet që Ramushi e ka bojt Lonin për mbi 4 orë prej venit ku na kena bo luftën deri në fshatin Vlan, fshatin e Por, do me thonë sepse me thonë ka qenë fizikisht shumë i pregaditun. Na nuk kemi qenë fizikisht pregaditun, ai ka qenë, po na e këna pos 4 veta, kryesisht e këna bojt Rafetin në lese, do me thonë 4 veta, Rafeti po ban 5, Ramushi 6, Loni 7, 3 tjerë, jemi në rrugë nga njëherë edhe i u dashmi bojt armët, se këna pos armët, këna pos mërtaja me veti, do me thonë, dikush Ramushi e ka bojt Lonin dhe nuk ja ka dhënë askujt. Edhe vetë i plagosur. Edhe vetë i plagosur në gu, dhe me hanë sepse ka qenë shumë i pregaditën, jo se ka pos diçka tjetër. Bile Ramushi ka dash me marrë mosa tjera, por unë nuk e kum lanë, edhe sot është edhe dijet edhe varri i Lonit. Mirë, ardhja në Vlan, pastaj, më spjego se ka ndodhur një incident shumë i rëndë që opinioni pothuajse nuk e njeh. Çka ndodhi kur hyt në territorin e Shqipërisë? Kur kemi hyrë në territorin e Shqipërisë, e kemi vendosur në një familje e cila na ka ardhur ndihmë shumë. Ndërsa baza jonë, ku ajo bazë ka qenë baza dhe Lonit edhe shokëve tjerë, nuk na ka dalë në ndihmë. Dhe nuk na ka pranuar mu vendos atë natë në shtëpinë e tina. Ne disa kemi shku me Rafetin në spital, disa ka nejt me Lonin e vranë. Nesërmen, policia Krumës ka arrestu Fehmiun, Gjeven edhe Ramushin, me pretekst se Serbia ka quni depesh, ku ka thonë se janë vra 2 ushtarë serbe në plagos, disa tjera dhe 4 tjera. Duhet me i kthy në Kosovë. Familja ku kemi vendos Lonin, Vlan e ka organizu fshatin e vetë edhe e kanë rrethu stacionin e policisë në Krumë edhe i kanë detyru me i liru këta 3. Edhe e kanë kërcënu edhe komandantin sidomos për traditën që ti po e mon një femën të burgosne, e kanë kërcënu edhe me vdekje. Po si lirove këta njerëz edhe na ke marrë nderin sepse ke arrestu një luftare, një femën që tradita shqiptare nuk e lejon ato tradita sepse atje është pak janë zona më të thella, tradita është më ashpër edhe ata janë liru pas një kohë tani nga presioni bashkëtarëve të Vlanës. Ramushi i plagosur, Fehmiri i plagosur, edhe Gjeva, 3 arrestohen edhe mbahen në stacion të policisë. Jo, Gjeva nuk u konë e plagosur. Jo, Gjeva, po thamë që 3. Feja u konë nga pjesa e zemrës, këtë u konë i qkim krejt, e ka pos, Ramushi e ka pos gunën e majtë nëse s'ka boj, plagosën, në konë edhe të plagosën, edhe të arrestohen. Afërsisht sa i kanë marrë stacion të policisë? Po, kujtoj që dikun 6 orë nëse nuk ka bëj. A ka qenë për juve shumë shokuse lajme, dhe me thonë që kanë dhënë ata se na dojna më ju kthy, sepse policia serbe po kërkojnë më ju kthy? Me ta thonë, sinqerisht, na nuk i kena ditë që dojnë më kthy, sepse na nuk i kena kuptua si i kanë arrestu ata, sepse na ishëm nisë me Rafetin e plagosën i cili kishte 5 pluma në trup dhe nuk e dinim apo pështën ajo. Abedini e kishë përky komen, sepse ka qenë një teren shumë i vështirë, ku kemi zbrit, edhe na kemi marrë vesh tek mas 2 dite që ata kanë qenë të arrestuar. Normal që ka qenë shokus, lajmi për kthimin, tentim kthimin në Serbinë atë kohë. Me qënë se ke qëndru pastaj edhe gjatë luftës një kohë gjatë në Tiranë,
në atë kohë ose masanej, ka interesu më morë me rastin si rast, që shka ndodhë, pse ka ndodhë? Po menon me rastin e 6 majit, Po, 6 majit, pse ka ndosht më këthy, që shka pos mundësi me ndodhë në atë kohë një gjë e tillë? Apo shteti shqiptar në atë kohë s'ka qenë shumë përkrahje të forcave të armatusura në Kosovë, tu që kësë? po në menej që ai ka qenë një vendim i zyrtarëve lokal, nuk besoj që ka qenë një vendim i zyrtarëve të qendror nga Tirana. Mund tjetë edhe ashtu, po unë nuk besoj, menoj që ka qenë një... Vetëm Depeshi ka orë në Tiranë. Depeshi ka orë në Tiranë, urni u shlshu në Krum, njerëz janë arrestu, janë liru, që me thonë lejmë tjetër gjë. Mirë, pastaj u kthytjo në Gjermani, dhe me thonë, sa qëndrut në Shqipëri në atë kohë? Na kemi qëndru avërsisht, sepse me faza jemi këthy. Në Gjermani jemi këthyon i pare pej njerëzve që në konë, masanej u këthy Selimi, edhe ma vonë u këthy feja edhe Gjeva. Me thonë që unë edhe Ramushi jemi këthy. Ma heret, po masanej Selimi, Gjeva, feja, kështë me radhë, edhe kemi nëzirë Rafetin në masanej në Zvicër për shere. Loni pastaj gjatë atyre ditëve keni vorros Lonin? Lonin e ka vorros Ramushi me bashkëshatar në Lon. Tani, gjatë kësoj kohe, ndodhen lëvizjet mëdha mrena për mrena Kosovës. Edhe ndodhi beteja e Rezallës të Reqën, atë ku është qytë Ludevic, i kanë thonë. Ka qenë, është vërtet që në atë kur një letër e ka përgadit komandanti legendarë dhe ka dosht me e dërgu jashtë? Milejmë, masi na dështum në hymjen e parë, na vendosëm mu këthy me faza, grupe. Atëherë u këthyn Ilazi edhe Abedini në Kosovë. Ilaz Kodra. Ilaz Kodra dhe Abedin Reqa, të dy të animo herojt Kosovës. Ju bashkun komandantit. Masanej kish mu këthy Fehmive dhe Gjeva, pastaj une me radhë, shtysa me lështaku e tjertë me radhë. Ndodhi 25-26 nëndori u sulmu Abedin Reqa. Mos lidhna për data, se tashti datat edhe mund t'i gabojmë. Shkojnë policia me arrestu Abedinin, me një niv, i sulmona i bashkë me vllahun e vetë, edhe ata kanë prit masanej me shku forcat noja të policisë e ushtrisë me i sulmu. Komandanti ka marrë vendim në disa pika me i zonë prit aty në forcave, kanë ardhur forcat, i kanë sulmu këta, edhe kanë zhvillu një betejë të shumë të sukseshme, ku nuk kanë pos asnjë humbje. Dhe me hanë për anës tonë, dërsa ka pos shumë të vramë dhe të plagosën të anës serbe, policisë dhe ushtrisë serbe. Masane i kanë lënë armatim të shumë, kanë lënë gjona tjera ushtarake. Në këthim e si për 3 voltun ata, e kanë vra mësusin Halit Gecin në shkollë, pe i rrugës në shkollë, e kanë vra dhe me hanë një njeri këtë pafajshëm, një njeri që s'ka qenë absolut i organizum askon përveç se ka qenë një mësus, si gjithë mësus tjerë shqiptarë. Me këtë rast, vendosin me edhon një informacion për ngjarjen të kryqi popave, i thojmë na, në Rezallën e Re. Dhe Hamza e shkruan, sepse Hamza ka pas një bukur shkrim të jashtëzakonshëm, shihet edhe pe letrës tina, ndërsa komandanti Ademi dikton. Edhe tregojnë për krejt ngjarjen si ka ndodhur sulmi te komandanti Abedin Reqa, masanej si janë organizu këta, si kanë zonë pritat, si kanë zhvillu këtë betejën, edhe e dhonë informacion për organizatën jashtë vendit. Edhe ajo
letër më drejtohet mu edhe komandantim më autorizan, i vetëmi i autorizum i komandantit legjendar, komandantit përgjithshëm të qytetit, i më konë unë. Më autorizan për furnizim me armatim dhe me materiale tjera. Kjo është pak a shumë esenca e letrës, të njoftim dhe autorizim. Kur është punat e furnizimet të këtu, në që se këthej është kalumës pa hynë detalet të rana, a ka pos shpesher defektet mëdhaja në këtë vit të furnizimit? Po sigurisht ka pos defekte, po edhe ka pos edhe probleme, jo veç defekte, po ka pos edhe vështërsi. Në rastin e sulmit policisë dhe ushtrisë serbe me 22 janar, 98-ës, për herë dytë familjes Jashari, ku plagosën edhe 2 vajzat e familjes Jashari, komandanti pas një bisede që i kishëm bashkë me ta, telefonike, unë edhe lullishte me mu, a i kërkon armatim, thëtë Ramiz, vjen shumë keq se shumë njerëz, ka shumë njerëz të gatshëm që vinë me qindra njerëz, vinë më lypin armatim edhe me bashkangjitet edhe nuk po kam armatim. Edhe një në keqardhi që nuk po ka, edhe atëherë mobilizohem shumë. Lëvizja, fondi vendlindja thret, uj me thonë që si ka pas 1.000 euro në fondin e saj në kohën në janar 98-ës. Baciriv i gjanë 20.000 euro, 20.000 marka i siguran atë kohë, ndërsa në feja i sigurojmë 20.000 dhe 40.000 marka i bojmë për me ja dërgu, për me i ble armatim Ademit edhe shokëve tjerë, i bim në Tiran, unë bashkë me Lullin, bile jemi prish me Fehmin, sepse a ishte kunder asaj që unë me marë Lullin me veti, sepse Fehmi u thënte se Ademi ka këtë familjen në luft, ku po do me qua dhe djallin e tina, por ishte edhe pak dëshira tina, pak edhe jemja me pas Lullin nga të veti dhe bashkë me Lullin i kemi pru parët në Tiran. I keni porosit armët, po që ato armë s'kanë ardhë asë njëherë në prekaz? Tani mo kjo është e ditën, ne thamë edhe ma heret, kemi respektu hierarki të organizimit luftës tonë. Atër një për përgjegjësve ka qenë Azem Sylla, dhe na ja kemi lanë paret dhe shumen edhe lajnë armatimit me cilën duhet na ka premtu që do t'ja qënë Ademit në Kosovë. Dijet tani mo publikisht që ato arme nuk kanë mri as me 5 mars 98-ën kur edhe u vra komandanti legjendar. Mirë, ndodhi prekazi, u bon Rambujeja, pastaj filloi konferenca Rambujes, ndodhi një revolucion gjithë shqiptarë dhe krejt bota kaloi në anën e shqiptarëve. Gjatë kësaj kohë ju jeni vendosur në Tiranë, gjatë kohës që është mojtë konferenca e Rambujes keni qenë në Tiranë. Gjatë kohës që mbet konferenca e Rambujes, shumicën e kohës më kam qenë në Rambuji. Nuk kam qenë në Kala, po kam qenë në Rambuji, sepse ka qenë edhe Agim Qeku në Rambuji, ka qenë edhe Kadri Veseli në Rambuji. Na jemi marrë pak a shumë me ndimen aty në që jenë konë në kështjetë. Te konferenca Rambujes, ta që keni qenë në Rambuji në atë kohë, ju, Agim Qeku, plot tjere përmene Kadri Veselin. Në çfarë rrethanash je njoft me Kadri Veselin edhe me kryeministrin Hashim Thaçi? Unë jem njoft të paktën 10-11 vite përpara me Kadrin edhe me Hashimin. Kemi qenë shok studimeve dhe kemi qenë në organizim ilegal bashkë. Kemi bashkë vepru, kemi bashkë organizu dhe kemi marrë edhe veprime, kemi bërë edhe veprime konkrete të kohës. Do më thonë keni qenë edhe në akcione bashkë? Po, sigurisht në akcionet të kohës, po.
Pastaj keni kalu në Tiranë, në kohë gjatë, keni kalu. Unë jam caktu me detyrë në Tiranë, për kundër vullnetit tem, jam caktu me detyrë në Tiranë. Dhe më thonë, Samil Shtaku, bashkë me fëmijën, më kanë detyru me nejtë, me umar, me mobilizim në Tiranë. Po më intereson ato lidhjet e juja me ndërkombëtarët, sidomos çush e morët lajmin natën e bombardimeve, se jena në Mars dhe po folum për një periudhë që Marsi është një muaj që s'do harrohet asnjëherë nga shqiptarët, Marsi prekazit edhe Marsi që ka ndodhur fillimi i bombardimeve të NATO-s. Ju e dini që nuk janë vetëm disa njerëz që kanë pas kontakte me faktorët vendas të asoj kohë ndërkombëtarë që kanë qenë për Kosovën. Mesin e tyne kam qenë edhe unë, edhe Bedri Islami, edhe shumë shokë tjerë. Na e kemi pas një njeri i cili na ka informu në zyrën e Solanës, që në atë kohë ka qenë sekretar i përgjithshëm i NATO-s, edhe ai na ka njoftu me saktësi se kur do të bombardohet Jugosllavia. Ju keni qenë prezent vetëm i asaj kur unë e kam njoftu komandantin e përgjithshëm Sulejman Selimi dhe komandantin e zonës Drenicës Samil Shtakun se bombardimet do të fillojnë në këtë orë. Dhe me thonë, ju jeni dëshmitar vetëm e kësaj, por ne kemi qenë, më me thonë, sigurisht, një 2 ditë përpara kemi qenë njoftuar. Ka qenë momenti kur ne kemi qenë bashkë, do thotë unë e Rifat Jashari. Jakub Krasniqi, Shai Munja, shumë tjerë. A je prek në atë kohë që të thashtë je në i farë spioni NATO-s? Jo, nuk jam prek, por... Veç për neve ka qenë e pabesueshme, ha? Unë nisha ngosht me dhënë informacionin. Sepse kisha frikë si nuk... Sidomos gazetarëve. Sidomos ty, Milajm, në kohë, se ti koni vazhbiuni, jo unë. Po, unë isha ngosht sepse kisha edhe frikën, sepse aksionet bashkësisë ndërkombëtare në minutin e fundit mujnë me ndryshu. Prandaj unë nuk kisha shumë guxim me dhënë saktësinë e informacionit. Por me që ju diskutonit shumë, jo do i bjen ato, jo s'do i bjen një, edhe me që ishte edhe bacirif aty, po ta dëshirë edhe, si që din edhe te, mora guximin me thirë komandantin e përgjithshëm, edhe komandantin e zonës, e më thonë që në ora 8 mbrëmje do të ketë bombardime nga NATO në Jugosllavi. Dhe ti s'ke besu kur kum folën me ata, po kur më shel perdja televizionit Shqipnisë dhe tha, edhe 15 tha u bombardu, Jugoslavia ti kceve tha shpioni kuna je, ti që pedin, edhe unë veç kisha me ty. Aty është ditë definitivisht kapitulimi Miloševićit edhe... Sigurisht, Milajm, pa mbështetjen e miqve Amerikan dhe këtyne Evropian, na do ta kishim shumë ma vështirë çlirimin e Kosovës, dhe të kishim shumë humbje, shumë më të mëdha. Merë shembull Bosnën, i ka 200.000, na kena mjaft, 4-15.000 janë mjaft, por megjithatë kena mujtë me pas më shumë viktima. Pyetja ime e fundit tash mbas luftës e kemi 12 vite që po bëhen, do thotë, edhe 4 vitet e pavarësisë, jemi në 4 vjetorin e pavarësisë. Çka të ka zhgëny mas shumë të gjatë këtyre 12 viteve? Me çka nuk ke qenë i kënaqur në këto proceset e 12 viteve, je edhe deputet i Parlamentit të Kosovës? O Milajm, menoj që nomenklatura jonë politike nuk ka bo mjaft për zhvillime më të shpejta, qoftë pavarësisë Kosovës, qoftë zhvillimeve tjera, dhe menoj që nuk ka qenë shumë unike. Aja shumë herë u konë unike në rastet caktume dhe u konë mirë që u konë unike. Por menoj që ka mujtë mu bo ma shumë edhe ka mujtë pavarësia Kosovës me u kry sigurisht
jo ma largë se 3 vjetë mas çlirimit Kosovës. A të brengos fakti që po ballafaqohemi me një papunësi shumë të madhe në Kosovë, me një varfëri bajagit madhe, jemi ndoshta vetëm ne shqiptarët edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë që kena probleme me furnizim me ujë dhe me rrymë, që të paktën popujt tjerë nuk kanë probleme jo më na lujt në ora 10 mbrëmje deri në 7 mëngjesit, si deputet të brengosin këto gjëra. Po, më lejmë sigurisht se më brengosin dhe janë mjaft shqetësuese, por unë kam frikë që koha që po vjen nuk është shumë e mirë për neve dhe ka me pas kriza dhe ma të mdhaja, prandaj jam bukur i shqetësuar, por do t'ja dalim. Mendon kriza ekonomike apo politike? Kriza ekonomike, flas për kriza ekonomike, politike nuk besoj që ka me pas. Qa mendon në brendin tonë, je i bindur që s'mund të ndahet verivi Mitrovicës? Unë menoj që kufit e Kosovës janë të përcaktun tani më dhe të njohën ndërkombëtarisht. Nuk isha me guxu me thonë që verivi i Kosovës nuk do ndahet, kam besim madh që nuk do ndahet, por nëse do të ndahet, e di që do të ketë probleme në rajon, probleme të kufeve në rajon. Do të thonë, do të ketë probleme me Preshevën, do të ketë probleme me Maqedoninë, do të ketë probleme me Malin e Zi, do të ketë probleme me Shqipërinë, kështu që nuk besoj që do të lejohet edhe nga bashkia ndërkombëtare një gjë e tillë. Do të ketë vështirësi, po serb do ta kuptojnë një ditë realitetin. Edhe na një 10-15 vjet si kena pranu, sikur ata që s'po na pranojnë, po dikur ata do të binden. Ma nxolle idenë me ta bëllë një pyetje që mendoj është shumë aktuale edhe që është në faunë tanë si deputet. Une kam qenë nga njerëzit e rrallë publik që fillën pas mbarimit luftës kam kërku hapjen e dosjeve. Hapjen e dosjeve që i ka bon Afrika Jugore ka kriju një komision të nderit me ditë kush çka ka qenë, Gjermania ka kriju një komision edhe i ka hap dosjet me po kush ka qenë me Stasin andej këndej. Në Çeki dhe në Slovaki ka ndodhur një fenomen i tillë në gjitha vendet. Të ne nuk ka hapën dosjet, fatkeqësisht. A e sheh me në veri, për shembull, debatin që po zhvillohet aktualisht edhe brenda parlamentit ndaj ish shikut, ndaj Kadri Veselit, akuzat që i bën, shpesher janë disa qarqe që ma dzije qesin Kadri Veselin edhe shikun se sa udben edhe Stanishicin. Ashtë me ushqetësu një fenomen i tillë? Milejmë deri sa nuk ka hapje dosjeve. Unë menoj që modeli Gjermani hapjeve dosjeve është i mirë për neve në Kosovë, element të udbes, element të kriminalizum, gjithmonë e atakojnë kryetarin e Shikut Kosovës, zotin Kadri Veseli, që për mu është jashtëzakonisht njeri larg pamtë, njeri i mençur, njeri që ka ditë me udhëheq edhe para lufte, edhe gjatë lufte, po edhe mas lufte organizatën cilën e ka udhëheq. Njerëz të inkriminum ose kriminal që kanë pas informacione ose që i kanë dhënë informacione vetë Shikut, tash dalin edhe flasin sikur ata kanë qenë pjesëtar Shikut, sikur ata kanë marrë detyra, kanë kryer veprime, po unë jam i bindur që shërbimi informativ i Kosovës, se tash u bë një farë demode me thonë jam kon si jam kon, unë nuk jam kon pjesë e shërbimit, por menoj që shërbimi e ka kryer detyrën e vetë, si që është mas mirë. Qa mendon po flitet, po spekulohet kohëve të fundit për një kyçje eventuale të Kadri Veselit në politik? A do ishte mirë kjo për Kosovën? Unë mendoj që angazhimi i Kadri Veselit në politik është i domosdoshëm dhe kisha me thonë që çdo ditë që vanohet në futjen në jetën politike, për to edhe për Kosovën është një vonesë. Nuk po them është një dëm, po është një vonesë. Prandaj e ftoj që sa më shpejt ai të
hyn politik, aty ku i pushon zemra, aty ku ka dëshirën e vetë, sepse ai njeri mund të jap shumë për Kosovën. Pyetja ime e fundit është kjo, si deputet, si qytetar i Kosovës, si një njeri që keni qenë akter i drejt për drejt i krejt proceseve politike dhe çlirimtare të Kosovës. Gjatë këtyre 12 viteve, çka të ka zhgënjur më shumë të në jetë? Dhe që më ka shgeni ma shumë të njët, më ka shgeni që nuk kemi arrit me bo pavarësinë e Kosovës në afatin kur është përcaktuar në Ramboj, në mrena 3 vitesh, dhe sikur në atë kohë ta arrinim shpallën e pavarësisë, sigurisht në bashkë veprim edhe në bashkë koordinim me faktorën ndërkombëtar, me miqtë tonë amerikanë dhe ata evropianë. Ka qenë pak edhe unë ma shumë e akuzoj polën kosovare, politiken tonë, se sa ndërkombëtare që nuk është arrit, nuk ka pos një unifikim mjaftueshëm, edhe kjo është shty deri në kohën kur tani më dihet, kur në bashkë punim me faktorën ndërkombëtar është shpallë Kosova e pavarur dhe është njohur nga 87 vende deri me tani në Kosovë. Unë menoj që është, ka njëherë menoj që edhe luftën e kemi vanu, sepse është dashur me e bo luftën 92-ën me fillu 92-93, kur Serbia ka qenë luftë me Kroacinë, me Bosnjën, atëherë kemi pas ma letë, por ja dikush ka menu që ka me shliru me poqe, ka me u liru me poqe, por nuk u boja dhe u dash me 98-ën me bo luftën frontale edhe 99-ën me marrë fund me marrë fund sklaveria e Kosovës. A të banë si deputet me undike që kjo varfri ka që madhe dhe kjo papunësi? Po, sigurisht të më banë me uni keq, po na do të me ditë që për 100 vjetë jemi kanë të pushtu unë pej Serbisë. Dhe aja ka gjithmonë ka marrë për Kosovës, po kur njëherë nuk i ka dhonë Kosovës. Dhe Kosova ka qenë një pej zonave ma të varfna të ish Jugoslavisë asoj kohë. Masanej për 10 vjetë, në vitet 90-a, deri në fillimin e luftës, Kosova ka qenë jashtëzakonisht në kushte shumë trona ekonomike, sepse edhe administrata, punëtorët e kanë shu punën, nëse mos me thonë ma mirë, i ka largu Serbia dhe ka qenë një krizë e madhe. Menoj që mas luftës e kënej, Kosova është të zhvillu, Kosova është të ecë për para ekonomikisht, pavarësisht krizave që janë në rajon në Greqi, në Itali, në Spanë, në Rumani, në Bullgari, na e kemi kalu ma letë, nuk mëjmë me garantu që nuk ka me pas krizë në këtë vetë në Kosovë, sepse krizave që po ndihet, por unë jem i bindën që na do ta kalojmë këtë krizë. Faleminderit Ramiz shumë. Ishte kënaqësia jemja, faleminderit për ju sa të më lejmë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra në emisionin Parrotlla, që kishim musafer në një rrëfim ekskluziv deputetin e Parlamentit Kosovës, zotin Ramiz Ladrovci. Ne do ritakohemi përsëri të martën e ardhshme, si zakonisht, ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. Deri atëherë, natën e mirë kudo që jeni, shqiptarë dhe që na shikoni përmes valve të radio televizionit Kosovës, sidomos ju mërgjimtar të dashur. Natën e mirë.